Në fakt, në parim diskutimet për ndryshimet kushtetuese, të cilat na janë propozu tash së voni, janë të mirë se ardhura dhe ky komision e ka për mandat, ashtu siç e tha dhe kryetari ti diskutoj. Për mua është shumë e çuditshme pse në këtë kohë, të 14 vjet pas afateve kushtetuese, në kohën kur jemi në përmbyllje të afatit kushtetues për zgjedhje të presidentit, vijnë në kuvend kërkesa për ndryshime kushtetuese. Sepse keni gjetë këtë kohë, sepse, po du t'ju them të nderuar koleg deputet, kushtetuta nuk e besoj që mund të ndryshohet për të zgjedh interesat personale të askujt. Kosova nuk ka krizë kushtetuese. Kosova ka krizë për të siguruar marrëveshje politike konsensus, prandaj për herë të parë po dështon zgjedhja e presidentit për shkak të mungesës së shumicës për t'i hapur rrugë krijimit të institucioneve të reja, në këtë rast zgjedhjes së presidentit ose presidentës. Është shumë e pandershme që në këtë komision të thuhet që nuk ka rëndësi që ato të rregullorja, zoti Rusemi, kemi qenë bashkoleg, kur pas 10 vitësh është votu çka rregullore e kuvendit të Kosovës, me 2/3 të votave të deputetëve, dhe të gjithë, edhe ju edhe ne që i kemi hapë mundësi krijimit të rregullores, votimit të rregullores së re të kuvendit, e kemi aplaudu si hap të rëndësishëm. Sot rregullorja që ta qartëson në fakt që nuk mund ta shkelësh rregulloren pa i trajtu me kohë gjykata kushtetuese këto kërkesa, specifikisht ta qartëson se jemi vonë dhe landa si e tillë, ndryshimet kushtetuese duhet së pari të shkojnë në gjykatën kushtetuese për të shtrirë atje afatet kohore. Sot të njëjtit që për shumë vite nuk kanë respektuar kushtetut e rregulloret punës kuvendit, po kthehen tek avazi i vjetër me thonë që nuk vlen kushtetuta, nuk vlen ligji, dhe sot po bëjmë përpjekje me kontrabandu diçka e cila meriton një debat më të mirëfillt. Nuk mundemi na pak orë para se mu mbyll afatet më u hedh hi syve qytetarëve e me u bë kinse po mundohemi të prodhojmë një krizë të paqen. Kosova sot vuan për shkak të mungesës së vullnetit politik dhe nuk ka krizë kushtetuese. Prandaj unë e di që votat i keni edhe mund ta kaloni kryetar, këta e kalojnë, komision e çojnë seancë, nuk është kur gjë e re, ka ndodhur edhe në të kalunën, por po e them është përpjekje për me deviju rendin kushtetues të Republikës Kosovës, përpjekje që e kemi pa tash sa kohë dhe është për keqardhje që ky shtet po përballet me situata të përsëritura për një shumicë që sot se ka përgjegjësinë që ja ka dhënë qytetarit mi hap rrugë krijimit të institucioneve të reja, por thirrët në ndryshimet kushtetuese të cilat ky vend i ka pas para 14 vjetë.